A e ka meritu Dimal Basha me qenë kryetari i kuvendit? A do e kuptojmë jo veç prej meje, po keni me kuptu edhe prej qytetarëve? Edhe për me bo koncerte verës ku vinë diaspora, një livall ku mu i milshu nonat me lujt. Dimal Basha, a e ka meritu me qenë kryetar? Po qëre, te që ta është shumë e kanë meritu. Më që apodohen në Kosovë për 2005 që jam koshe në orë që kam bo vesh kanë plashkit. Mendimet e mija, pasi unë jam sportist, jam më kejtë, jam sene, po, pisho vo vetë, plashkit, që shtojnë hajni, dhe kur mo. Kush e ka meritu si pas jush? Për mua e kam meritat i kohë qëta të rritë, që po rëky në shkollat, fakultetet, që po studiujnë. Jo, shdi se pari s'pe qenë si person. Qka ka diçka që nuk të pëlqen? Fjali u rriti, përgjithsi. Kush e ka meritu me qenë? Se di, aty me din ma mirë deputet, po sa për Dimal Bashën nuk më nejsi. Jo. Sa? Sepse nuk është i përgatitun dhe ka fjalojnë shumë keq. Pas shumë përpjekje, 5-6 përpjekje nuk i pranun, mendoj që për opozitën ka qenë personi ma i pranur, dërsa për opozitën ka qenë Albulina dhe të tjera. Jo, bravadohet se ka merituar. Jo. Pse zinë ajvanur. Ajvanur, për qka zinaj? Kush si pas jush e meritoje? Klaufa, që ne ka e Klaufi. A e ka meritu Dimal Basha me qenë kryetar? Jo, përveç. Shumë ka bëjmë ma. Pa vlerë, s'ka pikë vlerëte. Përveç jo, se ka vlerë. Kush e ka meritu si pas jush? Pe vallaj, ma i mira kënë nga uke. Po, vallaj, s'mira me politikës. Hiç.